nuk do ketë këmbë të huaj që të ketë pasuri në tokën e shqiptarëve. Dhe gjithë minierat që i ka marrë Turku, kush i ka marrë, që i ka shit Rumania, patru pasuri, merë minierat e Bulqizës dhe ashet Turkut e ka ikur. Mane ktheu prap, s'ke ku vete. Prap do vesh në fis që ke qenë. Dalë çdo gjë këtu. Dele edhe i peshku ze bërtet, kam bërë pasuri. Po jeti pasurit ai. Edhe mbrëm ka qenë në televizorin e Yllit, Rakipit. Edhe tha, Pilinçi do bëbej ministër i komunalës. Dhe jo, ke patur vërtet një bab të mirë. Po jo më zot di ku i gjete ti vaporët, ku i gjete ti pasurit që ti s'kishe brek deri dje. Dhe zinje e mbronje në Ylli Rakipi, e mbronje e manen, është tregtar i mirë. Po ti kenë në Amerikë shqiptarë që janë me universitet, kanë mbaruar shkollën, janë tregtar, po s'kanë më tepër se një restoran nuk bindot. Nuk kanë vilë, po kanë një shtëpi me 4 dhoma. Nga u gjetë ti i zgjuar, që hyp maj kuajve dhe ze bërtet, je bërë më keq se Ilir Meta. Hyp në përmuret, e ke bërë në Elbasan, fytyrat e marksistëve i ke vënë atje. E delën në televizor. E thua jam pasuri, ku gjete ti pasurit? Ku gjete ti në Maliq? E ka tjetër kush atë tokën. Unë që jam këtu, e kam atë tokën. Vetëm në çdo vend, Librash, kudo, Elbasan, dhe ngre kudo, dhe del. Edhe për tisin në televizor, jo, u erdhi fundi. Vjedhet që i kini bërë, do t'i lini. Ke pasurin tënde, në malësi, ta gëzosh. Ajo është pasuria e gjyshit tëndë.